Shtetasi portugez Ruben Serraiva është përballur këtë të hënë në gjykatën e Lezhës me familjar të përfshirë në dosjen e atentatit ndaj biznesmenit Ardiani Kulaj. Në salën e gjyqit ishin pranishëm nëna dhe një e afërme e Edmond Haxhis, personi që dyshohet se ka shitur motorin e përdorur nga atentatorët. Përballja u bë gjatë një seance gjyqësore që zgjati më shumë se një orë, por në fund u shty për arsye procedurale. Për shkak të rrezikshmërisë së lartë, seanca u zhvillua në masa të forta sigurie, ku angazhuan forcat e policisë së Lezhës dhe drejtoria e burgjeve. Serraiva, i veshur me uniformën e paraburgimit, nuk dha asnjë reagim para gjykatës apo familjarëve të pranishëm. Aktualisht, ai është i vetmi që po përballet me drejtsinë shqiptare për atentatin e prillit 2023, ku mbeti i vrarë 51 vjeçari Ardiani Kulaj brenda lokalit të tij në Shëngjin. Bashkëpunëtorët e tjerë të dyshuar vijojnë të mbeten në Britaninë e Madhe në pritje të procedurave të ekstradimit drejt Shqipërisë. Ruben Serraiva u arrestua disa muaj pas ngjarjes në Marok, ku ishte i fshehur për të shpëtuar drejtësisë dhe me 31 dhjetor të vitit 2023 u ekstradua drejt vendit tonë pas pranimit të kërkesës nga autoritetet shqiptare. Ai akuzohet për vrasje, për gjakmarrje dhe prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake. Ngjarja që tronditi Shëngjinin u konsiderua si një ekzekutim me motive gjakmarrje, ndërsa hetimet kanë zbuluar një rrjet të gjerë bashkëpunëtorësh të përfshirë në organizimin dhe realizimin e atentatit.